E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'u ndalur tek një video e cila po bëhet shumë virale në rrjetet sociale, ku protagonist në këtë video janë dy banorë të Big Brotherit, Edi Kuçi dhe Dolçe. Edi dhe Dolçja ju e shikoni që kanë krijuar një afrimitet shumë të afërt me njëri tjetrin. Në shumicën e ditës, ato ndajnë kohën bashk, ndajnë momentet bashk, flasin për jetën e njëri tjetrit, do me thënë kanë filluar të krijojnë një lloj besimi apo një lloj afrimiteti apo qoftë edhe një strategji brenda shtëpisë së Big Brotherit për lojën e tyre. Por menjëherë pas përfundimit të Prime-it, të natës së mbrëmshme, një video e cila është filmuar nga kamerat e shtëpisë në verandë ku Edi dhe Dolçeja janë pranë një makineje kafeje dhe Dolçja është duke kërkuar një gotë, me sa e kuptoj që dëshiron të pi kafe, Edi nga i jep në dorën e saj një gjë të bardhë, që mund të nënkupton të jetë edhe sheqer, sepse kjo tani që thuhet domethënë është denigruese fare. Disa video në rrjetet sociale, ndoshta janë shpejtuar pak si shpejt, kanë thënë që ajo gjëja që Edi ja ka dhënë Dolçes është lëndë narkotike sepse nuk dua që t'i vë një epitet, nuk dua t'ja vë epitetin drogë, se është shumë e rëndë. Dhe menjëherë kanë vërshuar komentet, është komentuar jashtëmase shumë në rrjetet sociale, domethënë është përfolur për këtë pjesën. Tani, me sa i di unë rregullat të këtyre reality show, nuk ka shansa që të tolerohet lëndë narkotike brenda në shtëpi dhe aty nuk mund të futen banorë të droguar. Nëse do flas për Edin, Edi nuk më ka dhënë asnjë lloj shenje në asnjë lloj qëndrimi të tij, në asnjë lloj mënyrë se si shprehet, në asnjë lloj agresioni që mund të jetë një njeri që përdor lëndë narkotike, që përdor drogë, që përdor fenomene substanca të këtilla. Por e njëjta gjë nuk më vjen edhe nga Dolçe, domethënë më duket shumë e qetë, më duket shumë natyrë e butë, gjithashtu dhe për Edin. Në qoftë se do të ishin njerëz të cilët përdornin lëndë narkotike brenda në shtëpi, në 100 kamera, kjo do të ishte tmerri më i madh, por nuk më duket e tillë. Unë mendoj që ishte një sheqer sepse Dolçe dëshironte që të pi një kafe. Videoja nuk është e prerë ashtu siç duhet, jo që të mbroj dikë, por nuk është e prerë videoja, domethënë siç duhet, është vetëm një sekuencë e vogël e marrur dhe normalisht publiku tronditet. Unë mendoj që produksioni i Big Brother VIP Kosovës ka ca rregulla që në këtë rast nuk i thyen, sepse dënimet më të mëdha dhe agresionin më të madh qoftë edhe nga publiku, por edhe nga vetë producentët kryesor të këtij produksionit e marrin vetë këto. Dhe nuk ma merr mendja që Alaudini, Olca janë në gjendje që të humbin të gjithë investimin e tyre për një moment të vetëm për dy banorë, dhe sidomos për Edin që nuk më duket djalë i tillë dhe nuk është djalë i tillë. Prandaj, për të informuar publikun dhe për të treguar dyshimin ton, unë mendoj që duhet videot t'i analizojmë mirë, t'i analizojmë gjatë edhe më pas domethënë të sjellim deklaratat tona se a mund të jetë drogë, a mund të jetë një qese me sheqer, apo mund të jetë një fletë e cila mund të jetë një informacion që Edi po ja jep Dolçes dhe ato e kanë strategji të lojës së tyre. Nuk ka ndodhur për herë të fundit, për shembull ka pas në Big Brother VIP Albania 2, që Olta Gixhari e di shumë mirë tash që është opinioniste në Klan Kosovën, do me thënë ka qenë Dea Misheli që i ka dhënë një fletë të bardhë Olta Gixharit. Dhe atëherë u bë nam i madh se çfarë i dha Dea Oltës për në brenda në shtëpi dhe informacione etj etj. Do me thënë mua nuk më duk si një lloj droge sepse nuk ishte drogë, por ishte një diçka e vogël që Edi i dha Dolçes, ndoshta edhe mund të mos t'i ketë dhënë asnjë gjë. Thjesht mund t'ja ketë dhënë dorën dhe Dolçja e ka prek dorën e Edit në këtë formë. Unë dua që mos dezinformohet publiku, por kërkoj nga produksioni që në Prime-in e së hënës të sqarojnë këtë detaj, i cili duket një detaj shumë i rëndësishëm.